Halime, Allahu të mëshiroft. Një motër muslimane franceze e cila migroi për hir të Allahut ndëroi jetë këtë ditë. Një motër muslimane u sprovua me sprova të ndryshme dhe të lloj-llojshme dhe ishte shembull në durim dhe në kërkimin e kënaqësisë së Allahut. E pranoi Islamin në moshë të re dhe për këtë arsye familja e saj i larguan nga shtëpia. I mori rrobat e saj dhe doli nga shtëpia me shpresë se do të gjejë strehim në një vend tjetër. Dhe Allahu ja mundsoi të martohet me një algjerian i cili ishte emigrant në Francë, mirëpo familja e saj i lajmërua në organet shtetërore dhe shteti e akuzoi se është terrorist dhe e larguan nga Franca. U detyrua që ta divorcon gruan e tij kurse ajo për hir të Allahut u shpërngul në Egjipt. Me vete nuk kishte as të holla e as pasuri dhe nuk e kishte askënd përveç se Allahut të madhëruar. Jetoi me vite të tëra nga lëmoshat e njerëzve dhe mësoi përmendsh një pjesë të madhe të Kuranit dhe u përshkruante me cilësi të larta fetare dhe njihej si adhuruese e madhe. Allahu pas një kohe ja mundsoi të martohet me një djalë algjerian i cili jetonte në Egjipt dhe gjendja e tij ishte e njëjtë si e gruas. Nuk kishte asgjë nga kjo dynja. Kjo nuk ishte pengesë për motrën franceze ta vazhdon kërkimin e diturisë dhe ta mësoj Kuranin. Kjo nuk ishte pengesë për motrën franceze ta vazhdoj kërkimin e diturisë dhe ta mësoj Kuranin përmendësh dhe të prezantoj në ligjërata dhe të merr pjesë në thirrjen e fenë Allahut. Allahu i furnizoi me një djalë dhe dita e lindjes së tij ishte dita më e lumtur e jetës së saj. Përcaktimi i Allahut ishte që fëmia pas 2 ditë lindje e vdes. Allahu i furnizoi me një djalë dhe dita e lindjes së tij ishte dita më e bukur e jetës së saj. Përcaktimi i Allahut ishte që fëmia pas 2 ditë lindje jetë vdes. Ajo as pak nuk u zemërua nga ky caktim i Allahut, por ishte e kënaqur me caktimin e tij dhe falënderonte Allahun shumë. Pas një periudhe e lindi një vajzë, por pas një muaji lindjeje, Allahu ja mori shpirtin nënës së fëmijës, pra motrës franceze. Pas vete nuk la pasuria as të holla, por e la një vajzë e cila ishte gjëja më e shtrenjtë që kishte. Ja lanë gjenazën dhe që finosën disa gra të ndershme, kurse e varrosën burri i saj dhe xhamati i një xhamie, të cilën kur e kuptuan se nuk kishte as familje as të afërm, ja lanë gjenazën dhe që finosën disa gra të ndershme, kurse e varrosën burri i saj dhe xhamati i një xhamie, të cilët kur e kuptuan se nuk kishte as familje as të afërm, ja falën gjenazën dhe prezantuan në varrimin e saj. Allahu qoftë i lartësuar, pastaj e huaj në Islam në shtëpinë e familjes së saj. Pastaj e huaj pasi e larguan familja e saj nga shtëpia. Pastaj pa drejtësi e divorc dhe shpifje. Pastaj emigrim nga vendi i kufrit në një vend ku nuk e njehte askënd dhe atë e varfër dhe pa pasuri. Pastaj u sprovua me një sëmundje të keqe nga e cila më vonë u shërua. Pastaj vdiq fëmia i saj e pastaj vdiq ajo papritmas. E huaj kur ju la gjenazja, e huaj gjatë vdekjes e pastaj e huaj në varrezat e lëmoshës. E gjithë kjo vetëm sa për ta kënaqur Zotin e saj, për arsye se tek ajo depërtoi drita e besimit dhe ja ndriçoi zemrën dhe e kuptoi se ja vlen të sakrifikosh çdo gjë për Allahun dhe fenë e tij. E lut Allahun që ta shpërblej me xhenetin më të lartë për durimin e saj dhe shpresën e shpërblimit tek Allahu dhe për kënaqësinë e saj me caktimet e Allahut. Dhe e lut Allahun që ta ringjall me durimtarët ditën e Kiametit.